Unë Albatros si e din, po edhe jo që unë jam bukur e sinqert. Ne si opozit kem dështu me unifiku. Arsyeja ka qenë kryesisht Jo për fajt frike. tyre. Jo Jo për fajt e AKs, po po prandaj po pyes një nga partitë konstruktive pra. Ne kemi dërgu një letër edhe kem kërku një diskutim pak ma gjonë nuk ka ndodhë. Edhe ta shove që do të rezultati. Nuk po du me ungut mirë, po realisht gabimi ka qenë fillim vitit, grida kur ne si opozitu vendosëm shumë statik kundër votimit të kryetarës së parlamentit. Ile u detyrova me dal kundër krejt opozitës me thonë votane. Dhe pastaj kjo u pasi një blokad. Zoti Kurti është bukur ekspert me u viktimizu, edhe ja lëm fajin dikujt. Kjo që po shkojmë zgjedhje kësaj radhe grida, po shkojmë thjesht për shkak se qëllimin e pat bukur të hapur të qartë për me vendos një person të vetin në krye që ishte edhe te partisë. Edhe nuk ka që ka naj pozit shumë të fort, kjo pozit mirë po në 3 pusha qeverise janë të rëndësishme të ndërlidhen me sundimin e ligjit, pra prokurorinë e gjykatat, pjesërisht me politikën e jashtme, në veçanti me sigurinë shërbimin e inteligjencës, mirë po edhe protokollin. Kështu që është ka qenë gabim shumë i kush po busesh i fundit, ne po punojmë, edhe ajo që po foni për geostrategjikën, që kam kohë edhe një kohë, edhe pak, i shoni, po pajtova, nuk janë një ati ideali që foli për Amerikën, shumë po folet për Amerikën, për dashnin, po Marlini e përshëndes, po folet shumë për Amerikën edhe për dashurin dhe Amerikës, po Amerika i ka do ideale. Idealja kryesore që na ka mësu, Amerika është ndarja pushteteve. Edhe në momentin kur sistem politik nuk je presidencial, ku the winner takes all, atër do të me nda. Nuk u nda kësi eri pushteti edhe kjo është arsyeja pse po shkojmë në zgjedhje. Besnik, është shumë konstruktiv qëndrimi jot, keni qenë konstruktiv deri diku dhe kundër interesit partisë her pas here, keni qenë konstruktiv gjatë këtyre viteve me qeverisjen dhe me opozitën. Nëse e kam akoma Kreshnikun dhe Ganimeden në linjë, do ta mbyll me ata të dy, më mirë kupton. Po, nëse e kam. Faleminderit Besnik. Nëse e kam ende Kreshnik, ka ndonjë shans që LDK-ja dhe PDK-ja të bashkëveprojnë dhe të kenë koalicion në këto zgjedhje? Shiko, nuk mund të ketë PDK dhe LDK-ja koalicion në zgjedhje, sepse janë 2 parti totalisht me profilet kundërta, politike, ideologjike dhe histori. Totalisht e pamundur. Unë mendoj që pas zgjedhjeve, në datës 7, parashikoj një parlament shumë të balancuar, dhe është absolute, pastaj është imperative, që të ngrihet secila parti, secili subjekt në lartësinë e krizës për të zgjidhur. Pra, sigurisht pastaj do duhet Do pranoni ju një zgjedhje të presidentit nga PDK-ja, Kreshnik? Jo nga LDK-ja? Ato janë të gjitha çështje që diskutohen pasi të shikohet rezultati zgjedhor. Por çfarë është detyrim për gjithë klasën politike është që të ulë të zgjidhje krizila në rast se mund të ketë sot Kosova drejtohet me një ushtruese detyrë, ka një muaj të konsumuar. Ka dhe 5 muaj mundësi ta ushtrojë detyrën. Mbas 5 muajsh të tjerë, Kosova do ketë mundësi të ketë as presidente. Kuptoni çfarë kolapsi Republika. Kështu që është imperativ për Kosovën që mbas zgjedhjeve të ulen të gjehet një zgjidhje që të ka pasaj ambicjet apo këto epshet e pushtetit. Okej. Ganimede, të kam ende? Këtu jam. Po, ndajmë ekranin ndoshta me ty dhe me Kreshnikun, nuk ka asnjë nën rrogoz, një nën kuptim që opozita të jetë bashkë, apo jo? Apo do t'i tregoni tani se kush është forca elektorale e PDK-s, sepse e keni dhe garën brenda opozitës tani, nuk është e njëjta. Elektorati ma shumë se kur është i bashkuar që ta provojmë tamam forcën tonë elektorale këto zgjedhje dhe janë aktiv, jemi të organizuar. Aktualisht nuk kemi asnjë paramarrëveshje të themi, sepse marrëveshje jo se jo, po asnjë paramarrëveshje të mundshme elektorale që mund të jemi bashkë me dikën. Thjesht Partia Demokratike ka hek vijat e kuqe për partisë
Okej. Programet tona dhe do të ketë marrëveshje me këdo nga subjektet politike në Kosovë, ato do të jenë mbi bazën e programit dhe jo mbi bazën e figura politike dhe narracionit elektoral. Mirë, do t'jeni përsëri në studio me shumë mëngjas, ne do jemi në Prishtinë gjithashtu për të ndjekur zgjedhjet sepse do t'jenë ka një lloj interesi, pavarësisht edhe unë bie dakord her pas here me fitimin, jo her pas here në kuptimin sonte, por her pas here në analizat e tij që në fakt duket se status quo-ja e ndryshimit nuk do të ndodhë. Ama vredem një gjë që askush nuk guxon me thonë që do bëjmë koalicion me PDK-n. Tash pse po shkojmë zgjedhje? Tash Albin Kurti del forca e parë. Sipas sistemit politik në Kosovë, forca e parë i dikton proceset. Me automatizëm e merr kryetarin e kuvendit. Edhe e ka rastin për me formu qeverinë. Tash, nëse partia tjetër këtë rast nuk ka guzim të deklaroj se do bëjnë një koalicion me PDK-n, pse po shkojmë zgjedhje? Po. Pse po shkojmë zgjedhje? Pse po shkojmë zgjedhje? Po shkojmë zgjedhje që ta përsëritim fragmentazimin. Po shkojmë zgjedhje vetëm për çështjen e Vjosa Osmani. Jo, po shkojmë në zgjedhje me idenë që më ardhzu pak Albin Kurti, dhe gjë, unë më thonë drejtën, nëse Aleanca nuk e kalon pragun, do ndihem keq, sepse është një parti pej fillimit, po kam frikë që do t'jetë dam kolateral... Favorizon VV-n ajo, pastaj nëse s'kalo pragun. Do jetë një dam kolateral i këtij polarizimit madh që ka ndodhur, se sot është vota, po kalon në një votë po plebiscitare, je me Albinin apo kundër Albinit. Thelbi i gjës është ajo që tha zotnia i AK-s, sistemi politiku ne jemi, është i mbështetur mbi kufizimin dhe ndarjen e pushteteve. Gjithë thelbi i sistemit tonë politik është si të shmangim tiranin, kështu kanë thënë edhri themelus të kushtues amerikanë dhe të mendimit politik europian dhe botnor për këtë punë. Dhe që të bëhet kjo duhet të bëjmë politik. Që të bëjmë politik do thotë ne masim peshat tona dhe nuk imponojmë dot për te peshave tona. Antipolitika është ajo që oj brevdis bëhet që dua unë. Pra Kosova është në të gjendje sepse është një situatë apolitike ose antipolitike. Një profesor që ta bëj pyetje. Se s'ndodhi tirania kur Albin Kurti e pati, kryeministrin vet, kryetarin e kuvendit vet, edhe presidentin vet. Të tri postët i pat për 4 vjet. Se s'kishte gjykatat vet. Një përgjigje. Jo, gjykatat, presidentja presidentja dhe Albini kanë qenë në sinkron mas me Lan Blerin Yusufaj nuk bëhet kurrë prokuror. Presidentja kishte doli nga një listë tjetër, nga sistemi politik është dizajnuar shmangi tiranin. Nuk ishin aq plotësisht bashkë. Nuk thashë Tirana Albini. Mirë. Edhe vere tendenca për të marrë sa më shumë pushtet. Jo thjesht Albini edhe nga tjerë po dushti. Okej, duhet shkojnë në hapësirë publicitare në një pjesë të tretë që s'lidhet me Kosovën, por lidhet me virusin, një qartësim për jetën dhe shëndetin që na vlen gjithashtu dhe ndoshta her pas here më shumë. Faleminderit që ishit me mua në studio, shkojmë në pjesën e tretë.